Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Komuna e Tetovës kritikon qëndrimin e mbajtur nga gjykatësit shqiptar në gjykatën kushtetuese të Maqedonisë së Veriut mbi vendimin mbi shfuqizimin e emrave të rrugëve. Në reagimin zyrtar thuhet se gjykatësit nuk po i mbrojnë interesat shqiptare pasi po merren me politikën ditore. Sipas komunës në Tetovë, gjykatësit shqiptar në gjykatën kushtetuese nuk duhet të lejonin të hapi kjo procedurë në kohën kur komuna e Tetovës është pranë finalizimit të riemërimit zyrtar të rrugëve në Tetovë. Sipas asaj tendenca është e qartë të krijohen tensione ndëretnike, ndërsa pas kësaj tendence qëndron partia, e cila i shpërndan zyrtarisht deklaratat e një gjykatësi kushtetues. Opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Bashkimi Demokratik për Integrim, në një komunikat për mediat, ka reaguar pas vendimit për shfuqizimin e emërtimeve shqiptarëve të rrugëve, shesheve dhe bulevardeve në Tetovë dhe rikthimin e emrave të periudhës jugoslave. Nga BDI thonë se është e papranueshme që komuna e Tetovës të mos mbrojë një vendim historik. Gjithashtu theksojnë se është e papranueshme heshtja e qeverisë përballë një çështjeje që prek drejt për drejt marrëdhëniet ndëretnike. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Protestat para kryeministrisë kanë vijuar gjatë gjithë natës me një grup protestuesish që kanë qëndruar në shesh, të ulur në disa karrige metalike. Ata kanë qëndruar në shkallët e kryeministrisë ku shihen edhe këpucë, një simbol për të larguarit në emigrim. Të dielën protestuesit marshuan për herë të parë përmes qytetit Studenti, ndërsa ndaluan dhe tek sheshi Demokracia. Më pas, marshimi vijoi drejt Fakultetit Ekonomik, ku protestuesit bllokuan rreth rrotullimin. Marshimin e këmbë vijoi përgjatë rrugës Elbasanit, liceut artistik, duke dalë në sheshin Skënderbej. Kryeministri Edi Rama shprehur kritik me praninë e shqiptarëve të Kosovës dhe të Maqedonisë së Veriut që kërkojnë dorëheqjen e tij në Tiranë, referuar një postimi në rrjetet sociale të një ish deputete të Shkupit, Arta Toci, e cila pyet se kush është kryeministri i shqiptarëve të Tetovës që i kërkojnë dorëheqjen e tij në Tiranë. Rama thotë se nuk mund të vinë në Tiranë si diaspor pasi kanë shtetin e tyre të pavarur. Ata janë thjesht viktima të zellshme që nuk ja bëjnë dot vetes një pyetje të thjeshtë, brengoset apo gëzohet kush i do shqiptarët në sherrën e Rumuj, kur e shek të diasport të Maqedonisë së Veriut dhe të Kosovës të turret si një hordi pushtuesi mbi kuaj me 4 rrota drejt Tiranës për të rrëzuar qeverinë e Shqipërisë. Pas gjithë kësaj shprehje Rama qëndrojnë sallahanet e vetvendosjes, të cilat në të vërtetë thotë se nuk kanë asnjë lidhje me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Vijon përplasje në aeroportin e Vlorës. Në orët e para të mëngjesit, punojësit e Mapkos të Bexhet Pasollit kanë hyrë në kartier, pasi janë përplasur me rojet e sigurisë. Në këtë moment janë konfliktuar me punojësit e dyja grup të Valona Demi dhe kanë nxjerrë këta të fundit jashtë nga zyrat. Policia ka shkuar më njëherë në vendngjarje. Biznesmeni Bexhet Pasolli njoftoi se të ënën kompania Mapko dhe rreth 200 punonjës do të rifillojnë punimet në kantierin e aeroportit të Vlorës. Në një reagim në rrjetet sociale, ai thotë se veprimi përputhet me vendimin e gjykatës së lartë që i ktheu të drejtën e administrimit dhe qëndrimit të kryeministrit Rama. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.